Kuvendi sot e filloi seancën për zgjedhjen e zëvendës ministrave në qeveri. Kryeministri Zoran Zaev e lexoi listën e kandidatëve duke theksuar se bëhet fjalë për persona të shquar, profesionalistë dhe politikan. Deputetët e VMRO-DPMN-s mendojnë se Arta Toçi, e cila është propozuar për zëvendës ministre e punëve të jashtme, nuk do t'i mbrojë interesat e Maqedonisë. Kryeministri Zoran Zaev njoftoi se qeveria i ndërpreu fushatat në CNN dhe BBC dhe kontratat me të, siç tha, kuazi artist të huaj. Me këtë tashmë janë kursyer 10 milion euro, njoftoi kryeministri nga foltorja e kuvendit. Nga Ministria e Finansave njoftuan se po punohet aktivisht në përgatitjen e një rebalansi të buxhetit të vitit 2017. Ministri i Finansave Dragan Teftovski njoftoi se do të shkurtohet komoditeti i personave në pushtet dhe do të synojë që të kemi një buxhet pragmatik.